Në tërheqjen e djeshme, ekspertët e huaj propozuan kritere të posaçme, të paktën për gjyqtarët dhe prokurorët, sa i takon masave të sigurisë, sidomos ato të arrestit në burg. Çfarë ndryshimesh do të bëj ose propozimesh do të bëj Ministria e Drejtësisë sa i propozimit bërë ditën e djeshme nga ana e tyre, pasi ishte një propozim i rëndësishëm, dhe pyetja e dytë ka bëj sërish me ngjarjen që ndodhi në paraburgimin ose në burgun e Durrësit, ku krahas aratisjes atje pati dhe shumë të cilët janë me dënime ose parashikohen janë në paraburgim për vepra të rënda penale që ndodheshin në këtë paraburgim dhe ndërkohë që u transferuan më pas. Kur dihet që burgu i Durrësit nuk ishte një burg i sigurisë së lartë, të paktën takon veprave që ata akuzohen. A ka një hetim ose një analizë të kësaj çështje në lidhje me këta persona, si kanë qëndruar në atë burg? Përfshi këtu dhe Altin Docin, i cili në fakt kishte vepra penale të rënda dhe... Lidhur me pyetjen e parë, në fakt tërheqja e djeshme ishte një mundësi e shkëlqyer për të bërë së bashku gjithë aktorët kryesorë në vend në fushën e drejtësisë. Ishin profesorë të lartë të organeve drejtësisë dhe një diskutim shumë informues dhe konstruktiv, do të thoja, i nxitur nga prezantimet që u bën si nga drejtori i përgjithshëm për drejtat e njeriut dhe shëndimi e ligjit në Strasburg, në Këshillin e Evropës, po ashtu dhe nga dy magjistratë të nderuar, të cilët njohin shumë mirë kontekstin aktual në Shqipëri dhe kanë përgatitur për llogaritë të Këshillit të Evropës dy raporte shumë të vlefshme, do të thoja, përfshi dhe rekomendimet që ju citoni, ku me të drejtë ata thonë që ka ardhur koha që Shqipëria të përqafojë plotësisht standardet e aplikuara si nga Gjykata Evropiane me Gjykata Evropiane për drejtat e njeriut, po ashtu dhe të zbatueshme në nivel të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, atyre të cilët ne sigurisht ne duam t'i parafrojmë edhe në kuptim të integrimit evropian, ku konkretisht erdhën me masa konkrete pra që kanë të bëjnë si me pragun që duhet të zbatohet për verbrat caktuar, duke ndarë ata verbrat